këtë qytet, të cilët me besim të palkundur tek Partia Demokratike ja duhet në tërësi kamzën që ndërtuat, që e ngritet nga hiçi, e shndrohet në një nga qytetet më të mëdha të Shqipërisë, ta mbani qytet në përputhje me idealet tuaja, të qëndroni të palkundur, të pamposhtur në të vërtetat dhe vlerat që ju besoni. Vi këtu me ndjenjën e mirënjohjes thellë, sepse ju në zgjedhjet e fundit përmbys rezultatet mëparshme dhe shkojmë të sigurt drejt garave të reja me besim të madh përfitore. Por vi gjithashtu të përulem para jush, edhe për faktin se 12 vite kanë qenë vitet e padrejtësive më të mëdha që kanë rënë mbi ju. Kanë qenë vitet e diskriminimit më të pamerituar tuaj. Kanë qenë vitet në të cilat shumica e familjeve tuaja janë detyruar të përcjellin fëmijët në rrugët e botës, sepse nuk ka patur për ta asnjë mundësi që të qëndrojnë në vatrat e tyre familjare dhe të ndërtojnë ëndrrën e tyre. Kanë qenë vite në të cilën koha pothuajse ka ndaluar në kamz me këtë kryetarin, pseudo-kryetarin që